dëgjoni o bij mësimin e babës dhe ashtu veproni që të shëlboheni, sepse hyje nderon babën në fëmijë dhe ka përforcuar të drejtën e nënës mbi fëmijë. Kush e nderon babën, i shpërblen mëkatet. Ruhet prej tyre dhe do t'i dëgjohet urata kur e thot: ai që e nderon nënën është përsi ai që grumbullon visare. Kush e nderon babën në vet, në fëmijë do të gjejë gëzim, dhe kur të lutet, urata do t'i dëgjohet. Mos u mburr me qëndërimin e babës tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriut varet nga nderi i babës së tij. Nëna pa nder është turpi të birit. Biro, kije kujdes babën në plakur dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Lum njeriu që e druan Zotin, që ecën udhëve të tija. Do të ushqehesh prej punës së duarve të tua. I lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vresht plot fruta, në dhomat e shtëpisë sate. Djemtë tu pinjoj ulliri, për rreth tryezës sate. Ja, se si bekohet njeriu që e druan Zotin. Të bekoft Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit, në të gjitha ditët e jetës sate. Vëllezër, mbasi jeni të zgjedhur të hyjit, shenjtër e të dashur me zemër të dhimbshme, vjeshuni pra me mirësi, me përvojtëri, me butësi, me duresë. Duroni njëri tjetrin dhe falni njëri tjetrin në qoftë se ndonkush ka ndonjë hakim kundër tjetrit. Sikur se Zoti ju fali ju, po ashtu bëni edhe ju. E mandej, përmbi të gjitha veshuni me dashurinë. Ajo i mban së bashku të gjitha virtytet. Paqja e Krishtit mbretëroft në zemrat tuaja, në të cilin edhe jeni të grishur, të jeni të gjithë një trup i vetëm, dhe jeni mirënjohës. Fjala e Krishtit banoft në ju, me tërë begatinë e vet. Mësoni çdo dije dhe këshilloni njëri tjetrin, me plot urti. Këndoni lavdi hyjet me gjithë zemër, me psalme, himne dhe këngë të përshpirtshme. Çka do që të thoni dhe të bëni, le të jetë në nder të emrit të Jezusit Zot. Duke ju falendëruar me anë të tij hyjet atë. Ju gra, dëgjoni burrat tuaj ashtu si ka hije në Zotin. Ju burra, duani gratë tuaja dhe mos jeni me to të vrasht. Ju fëmijë, dëgjoni prindrit në gjithçka, sepse kjo gjë i pëlqen Zotit. Ju etër, mos i dëshproni fëmijët tuaj që të mos e humbin guximin. Kur sipas ligjit të Mojsiut u mbushën ditët e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria e quan Jezusin në Jeruzalem për t'ia kushtuar Zotit, sikur se shkruan në ligjin e Zotit. Çdo i pari i lindur mashkull le t'i kushtohet Zotit, dhe për të dhënë flinë sikur se thuhet në ligjin e Zotit, një par tortuj ose 2 zogj pëllumbash. Në Jeruzalem asoherë jetonte një njeri që quhej Simon. Ishte njeri i drejtë dhe i përshpirtshëm. Priste ngushëllimin e Izraelit, e në të ishte shpirti shejt. Shpirti shejt ja kishte zbuluar se do vdiste pa e parë Mesinë e Zotit. I nxitur prej shpirtit shejt, erdhen në tempull, kur prindrit e sollën Jezusin foshnjë për të kryer rregulloren e ligjit mbi të. Simoni e mori para duarsh, falendroi hyn e tha: "Tani o Zot, mund të lejosh të vdes. Shërptori yt në paqe sikur theti vet, sepse me syt e mi pa shëlbimin që ti e bëre gati në sy të gjithë popujve. Dritën që bën të njohin ty paganet e që i jep nder popullit tënd, Izraelit." Prindët e tij të çuditshëm për sa thuaj për të, atëherë Simoni i bekoi dhe i tha Maris, nënës së tij: "Shi, hyje e caktoi këtë fëmijë të shkaktoj rrënim e ngritje për shumë kënd në Izrael.
do të jetë edhe shenjë të cilën njerëzit do t'i kundërshtojnë, dhe ty vetë një shpatë do t'a shpëroj shpirtin, që të zbulohen shestimet e zemrës së shumë kujt. Ishte asohere edhe Ana profetesh, bija e Fanuelit, prej fisit e Aserit, shumë e vjetër. Pas vajzërisë së vet, jetoi në martesë gjithsej 7 vjet, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjet. Ajo nuk e lëshonte tempullin, i shërbente hyjë ditë e natë me agjërim e me urat. Në atë moment arriti edhe ajo dhe filloi ta lëvdoi hyjin dhe t'u tregoi për këtë foshnjë të gjithë atyre që prisnin shpërblimin e Jeruzalemit. Pasi kryen gjithçka, duhej bërë sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e vet, Nazaret. Fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi për plot me urdi, dhe hiri i hyjit ishte në të. Të dashur vëllezër dhe motra, sot kisha shejtë festën festën e familjes së shenjtë. Familja e ka rolin e rëndësishëm në jetën e çdo njeriu. Në familjet e shëndosha zhvillohen persona të shëndosh. Në familjet e turbulluara, njerëz të turbulluar. Kurse nga familjet e shkatruara, njerëz të shkatruar. Kjo është një rregullore e përgjithshme. Shëndeti apo e mira e popujve varet nga shëndeti apo e mira e familjes, kurse shkatrimi i popujve fillon nga shkatrimi i familjeve. Kisha për këtë është e vetëdijshme, e pasi na e do të mirën, na e ofron shembullin të cilin ne duhet ta ndjekim, pra shembullin e familjes nga Nazareti. Mbi familjen është njeriu, personi, çdo antar i familjes. Për të është familja e themeluar, duhet t'ja mundsoj që në të t'ja arrijë aftësitë e veta. Burri plotësohet në lidhjen e dashurisë me gruan e vet. Sipas natyrës është i drejtuar ka ajo, në të e gjen plotësimin e vet. Ja ashti i ashtit tim, ja mishi i mishit tim, thot Shkrimi i Shenjtë. Gruaja e arrin feminitetin e saj në lidhjen e dashurisë me burrin. Kaja është e drejtuar dhe në te e gjen plotësinë e saj. Edhe njëri dhe tjetri pra plotësohen në fëmijë të cilët i lindin dhe i edukojnë. Ka fëmia është e drejtuar jeta e tyre fizike dhe shpirtërore. Në ta plotësohet personaliteti i tyre dhe përparimi i përbashkët. Fëmijët plotësohen pranë prindërve, nga dashuria e tyre lindin, në kujdesin e tyre rritën, në praninë e tyre edhe formohen. Njeriu është qenie shoqërore dhe nga hapat e parë duhet t'i përshtatet bashkësisë. Shën Jozefi është plotësuar prej zojës së bekuar, zoja e bekuar pranë Shën Jozefit, të dy pranë Jezusit, kurse Jezusi në afërsinë dhe praninë e tyre ka përparuar në urti, mosh dhe hir para Zotit dhe para njerëzve. Kur Zoti erdhi në mesin ton që të na shpëtoj dhe të na shenjtroj, ka filluar nga familja. Ka dashur të ketë shtëpinë dhe nënën. Ka lindur prej virgjres, është rritur në bashkësinë e vogël familjare, nga e cila pas 30 vitesh do të dalë në botë që ta shpëtoj me fjalën e vet dhe me gjakun e vet. 30 vite Jezusi i ka kaluar në familje. 30 vite ishte gëzimi dhe lumturia e nënës dhe e kujdestarit të vet. 30 vite ishte dielli i familjes së Nazaretit. Zoti don që gjithmonë të jetë antar i papashëm i të gjitha familjeve, dielli i saj, gëzimi dhe lumturia. Çdo njeri në familje don ta bënd të shenjtë dhe të lumtur. Familja është vatër dhe shenjtërore e dashurisë. Familja është kopshti, fidanishtja e jetës. Dashuria këtu krijon jetë. Nga këtu si lumi rrjedh jeta. Këtu njeriu merr pamjen fizike dhe figurën shpirtërore. Familja është shkolla e parë dhe më e madhja e jetës. I jep shenjtër. Çfarë është familja, e tillë është edhe shoqëria. Kisha vë para nesh këtë festë të familjes së shenjtë si shembull dhe model për të gjitha familjet e sotme.
Në antarët e familjes së shenjtë duhet të shohim çfarë duhet të jemi e çfarë shpeshherë nuk jemi. Ta lutim pra familjen e shenjtë, antarët e saj, Jezusin, Marin dhe Jozefin, që të bekojë familjet tona dhe të gjithë antarët e familjeve nëpër botë, që çdo njeri duke ndjekur shembullin e antarëve të familjes së shenjtë të mund të krijohen edhe sot familje të shenjta, ku do të mbretëroj paqja, dashuria, mirësia dhe shenjtëria.